Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar vendim për ndarjen e mjeteve financiare për 11 komuna në vend, përfshirë Gostivarin dhe Vrapçishtin, me qëllim pagesën e kompenzimeve të mbetura për organet zgjedhore, pas problemeve të krijuara nga bllokimi i llogarive bankare komunale. Në këtë formë bëhet i mundur kompenzimi i personave të angazhuar në administrimin e procesit zgjedhor, të cilët kishin mbetur pa pagesë për një periudhë më të gjatë. Vendimi është marrë në seancën e 5 të KSZ-s, e cila është mbajtur gjatë ditës së sotme. Siç ka bërë të ditur kryetari i KSZ-s Bojan Mariqić, mjetet janë të dedikuara për pagesën e organeve zgjedhore për zgjedhjet lokale 2025 dhe zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash të mbajtura në vitin 2026. Vendimi është marrë në bazë të konkluzionit të qeverisë të datës 29 prill 2026 dhe synon të zgjidhë problemin e vonesave në pagesa për shkak të bllokimit të xhirolloggarive të disa komunave. Në total janë ndarë 107 milion e 201.924 denar për komunat Araqin, Delçev, Struk, Peshqev, Tetov, Krivogashtan, Vasiljev, Zhelin, Gostivar, Vrapçisht dhe Zhërnovc. Mjetet do të transferohen në llogaritë e posaçme për aktivitetet zgjedhore, duke mundësuar pagesën e anëtarëve të këshillave zgjedhore dhe komisioneve komunale zgjedhore. Sipas KSZ-s, parat do të transferohen gjatë ditës së sotme në llogaritë e komunave. Vetëm për Gostivarin janë parashikuar rreth 37 milion denar për procesin zgjedhor të vitit 2025 dhe zgjedhjet e përsëritura të vitit 2026. Institucioni thekson se me këtë vendim dhe me ndryshimet e mëhershme në rregulloren për kompenzime, është të i kaluar një problem disa mujor me pagesat, duke siguruar shpërblimin e punës së personave të angazhuar në procesin zgjedhor.